Erdhëm përsëri sot. U rikthyem, do thonë juve çmend se miri. Nuk çmend kaq kollaj. U rikthyem sot për të treguar gjithë plerat e lushnjës dhe dy zgjokat që ku hidheshin në këtë mrekulli natyrore. Dhe shikoni çka ka ndodhur sot. Sot, masi kam parë videon e denoncimit të plerave të lushnjës, i kanë vënë flak. Shiko çfarë situate, çfarë bartëdije ku gjithë njerëzit paguajnë taksa për pastrim, taksa për gjelbërim, taksa për gjithë të tjerat, e taksat e lushnjarëve janë vetëm një fije shkrepse, për kthen një fije shkrepse, për t'i vënë zjarrin, për të ndotur gjithë këtë ambient dhe mund të marrë gjithë ky pyll që është këtu, mund të marrë flak. Dhe u desh ndërhyrja e forcave zjarfikse, si tha dhe shoku të Roland Balla, për djegjet me zjarr, çfarë vepre penale është dhe sa dënohesh. Tu mund të rrezikon të gjithë ky pyllëzim, gjithë kjo bukuri natyrore, të shkrumbohej vetëm nga papërgjegjshmëria e tyre që ato plerat që ne treguam dje donin t'i pastronin me zjarr, dhe jo t'i pastronin ashtu siç paguajnë taksat çdo qytetar lushnjar. Ky është krim mjedisor i bërë sot. Gjithë ai pluhur, gjithë ai kancerogjen ku shkon në mushkëritë e gjithë lushnjarëve, në vend se të shpërbej kjo për bukurinë natyrore, për ajër, për të pastruar si mushkëri për gjithë lushin, shërben sot si varrezë e djegjes së plerave. Këtu, si që treguam më lartë, atje ku ishim dje, në rrugën e Hyzgjokajt, urdhëro kur duken plerat e djegura, ato që denoncuan dje, urdhëro ku e keni mur me djegje, dhe atje ku ishin zjarrfiksat sot në mëngjes që fiknin zjarr. Masakër mjedisore, jemi pa fjalë. Ajo që po ndodh këtu. Edhe një shikoni gjithë kjo bukuri, gjithë kjo natyrë nga gjitha krahat dhe një masakër mjedisore që nuk le vend për koment. Nuk është kjo zgjidhja. Nuk mundet kurse si të jetë zgjidhja për heqjen e pastrimin e plerave, djegja. Jo.